Një incident I trazuar në Minnesota ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe kritikëve të politikave të emigracionit të SBA-s, pas ndalimit të një djali 5 vjeçar nga agjent federal të imigracionit dhe doganave. Ngjarja ndodhi të martën në Columbia Heights, një paraqytet I Minneapolis I teksa voglushi, I identifikuar si Liam Conejo Ramos, po kthej nga kopshti së bashku me baban e tij sipas zyrtarëve të shkollave dhe avokatëve të familjes. Agjentët e ndaluan babain dhe djalin në oborrin e shtëpisë së tyre dhe, sipas autoriteteve shkollore të qarkut, shqetësuese ishte mënyra se si u përdor fëmia gjatë operacionit. Zena Stenvik, superintendente e shkollave publike të Columbia Heights, tha se agjentët I kërkuan djalit të trokaste dera e shtëpisë për të parë nëse kishte të tjerë brenda, e shpjeguar kjo si përdorimi I një fëmie për të provuar praninë e personave të tjerë. Ata më pas refuzuan ofertën e një të rriturit tjetër për ta marrë fëmijën në kujdesin e tij. Departamenti I Sigurisë Kombëtare I SBA-s ka mbrojtur veprimin duke thënë se agjencia nuk ka targetuar fëmijë, por ishte duke kryer një operacion për arrestimin e babait të djalit Adrian Alexander Conejo Arias, I cili njihet si person me status të paligjshëm në vend. Autoritetet thanë se ai tentoi të largohej në këmbë, duke braktisur djalin, dhe një agjent qëndroi me të për sigurinë e tij derisa babai u arrestua. Departamenti shtoi gjithashtu se prindrit mund të zgjedhin nëse dëshirojnë të largohen së bashku me fëmijët e tyre ose t'i lënë me një person të caktuar. Familja, e cila ka një rast aktiv për azil dhe nuk ka marrë urdhër deportimi, është transferuar në një qendër paraburgimi familjar në Texas. Avokati I familjes tha se ata kanë ndjekur të gjitha kërkesat ligjore dhe e konsiderojnë ndalimin si të ashpër. Ngjarja është pjesë e një vale më të gjerë kontrollesh në zonë, ku disa fëmijë të tjerë nga ky distrikt shkollor janë ndaluar gjithashtu në javët e fundit, duke shkaktuar frikë dhe shqetësim në komunitet.